Spari, me qenë se folëm të trashëgimia, pjesa që trashëgojnë, do më thonë qiftin, nëse jem të folë tash për qift, pjesa e babajt të djalit dhe nënës të djalit që e trashëgon qifti, dhe që e trashëgon burri, trashëgon veç burri, është pjesë e veçantë e tina, nëse e merë për babes vetë, për nanës vetë, apo për antarëve të familjes vetë. Në të pasuri nuk ka pjesë gruja. Bashortja, apo anasjeltas, do më tha as burri nuk mënë me trashëgu grun nëse aja ka marë për babes vetë trashëgimi. është pjesë e veçantë e sajna. Kështu që pasurie për bashkë të bashkërtëve llogaritet prej momentit kur ata janë bo bashkë, me bashkëjetesë apo me martesë. Sido që tjetë çdo pasuri e ndërtuar, e krijuar, e investuar, e tubuar, çdo pasuri prej atij momentit, bashkëjetesës apo martesës, konsiderohet si domethënë pasurie për bashkë të bashkëshortëve. Ajo pjesë në rast të shkurorzimit dohet që kjo pjesë që është akumulu, por në asnjë formë nuk përzihet pjesa pasunisë që kanë pas më herët, para martesës apo para bashkëjetesës. Se dikush për shembull kanë ngrit shumë pyetje, qysh për shembull nëse s'kan pas kunor, se zakonisht u ka një farë tradite të në Kosovë, nuk janë martu, nuk janë kurorzu për shkak se mos më merr pasurinë. Po kanë bashkëjetu deri janë bo fëmija, e kur janë bo fëmija tani e kanë lidh kuroren për shkak se mos më prek njëri tjetrit pasurinë. Po kjo ligjërisht për shembull njihet e drejta e përmendo pasurinë, apo e drejta në qasjen e pasurinë e bashkëshortëve njihet për momentit të bashkëjetesës. Qysh vërtetohet që ke bashkëjetu, vërtetohet me fotografi, vërtetohet me dëshmitar, prej këtij momentit se ka plot çifte që nuk janë martuar kurrë. Gjatë gjithë jetës së tyre kanë, domethënë kanë fëmijë apo nuk kanë, por kanë ndërtuar pjesë të pasurisë së përbashkët, edhe pse s'kan kunor, pasuria e tyre ndahet në momentin e shkurorzimit. Dhe prej atij momentit të bashkëjetesës apo martesës dhe gjithë pasuria krijuar apo akumuluar apo investuar së bashku të dy bashkëshortët, aja pasuri dohet në dysh apo në bazë të kontributit. Tani, në rastet që çifti ka fëmijë, tek pjesa e pasurisë të trashëguar, qoftë nga nëna, qoftë nga babai, çka mund të trashëgoj fëmia në këtë rast? Nëse ndahet çifti ose nëse ka humbur jetën njëri prej prindërve. Këtu është dallimi. Nëse të dy domethënë çifti është gjallë dhe kanë fëmijë, ata pjesën nuk e trashëgojnë. Domethënë burri apo babai e trashëgon pjesën e nanës dhe të babes vet, apo gjyshit nëse s'ka pas radhë të trashëgimisë. Dhe atë pjesë e mban ai. Ajo është trashëgimia e tina dhe fëmija nuk kanë deri në atë ku hise. Kur vdes babai apo kur vdes nëna, çatëherë ata hinë trashëgimi, hinë hise, sepse as pasuria e bashkëshortëve që është ndërtuar, akumuluar, investuar, nuk ju takon fëmijëve tani për tani, për shkak se është menaxhimin e tyre. Ti mundesh mi pas 10 banesa si bashkëshort, të dy bashkëshortët mund mi pas 10 banesa, po çto 10 banesa mund mi shit krejt. Domethënë pa nënshkrimin e fëmijëve. Sepse nuk janë fëmijët ata që ja determinon, sepse nuk kanë kontribuar në pasurinë e tyre. Përveç në raste kur vdesin e marrin trashëgimin e babës. Nëse vdes baba, e trashëgon fëmijët, trashëgon edhe nëna. Po tash te trashëgimia për shembull gjithë aja pasuri e mbledhur, nëse është me përkthyen në parë, që me kuptuar edhe shikuesit ma lehtë, nëse gjithë pasuria e mbledhur është 10.000 euro për çiftit. 5.000 euro i takojnë gruas, 5.000 euro i takojnë burrit. Nëse vdes burri, 5.000 euro janë gruas dhe ato nuk dohen, nuk preken, sepse janë gruas. Çto 5.000 euro të burrit dohen mes fëmijëve edhe bashkëshortes. Do më thonë tash bashkëshortja e merë edhe një hise përveç të vetës, do më thonë që të 5.000 euro i ka, i merë nëse për shembull janë veçën një fëmijë është, i merë edhe 2.500 euro tjera, 2.500 euro tjera i trashëgon. Do më thonë i merë veç pjesën e babait trashëgohet. Nona është gjallë dhe gjysa e pjesës të krijuar bashkëshortore, do më thonë i takon nanës. Ndërsa babes i takon i takon veç pjesa që e ndajtëm në 2.500 euro. Po nëse ka pas ky pasuni të trashëguar nga babai vet, tani më hin në radhën e trashëgimisë ku trashëgon edhe djali edhe nana barabart. Tani më nuk ndahet kjo 10.000 euro, po ndahet që trashëgimia që ky e trashëgon, edhe pse mund me ka e komplikuar pak për
për shikuesit, po do më thonë në qëtë formë ndahet, që mos me hi në radhë tjera të trashëgimisë që janë 4 radhë të trashëgimisë.